është jo vetëm konsumimi i produkteve bio apo me hormone, tjetër është sasia. Thash kemi një gamë të gjerë produktesh. Pjesa më e madhe e fëmijëve, po diskutoj në një edukim të fëmijëve të moshës së vogël në fillim, janë ndoshta jo shumë të kontrolluar nga prindrit. Prindrit me orare të gjata apo të rritur nga gjyshrit, nga dadot, dhe doti nuk arrin ta kontrollosh fëmijën se çfarë konsumon. Janë në shumë në raste më të kujdesshme dhe gjyshrit, po. Gjithsesi, domethënë për të plotësuar një kapriço të fëmijës, pothuajse edhe unë vetë personalisht për të plotësuar një kapriço të fëmijës tim, ja kam bler një pako patatin, e cila zuam ne, dim tashme që ka yndyrra të tepërta të panevojshme absolutisht fare për organizmin, ka kripra absolutisht në sasira të konsiderueshme që nuk i bëjnë absolutisht fëmijës mirë. Pra, të gjitha këto produkte sidomos të konservuara, të ambalazhuara, këto produkte janë shumë të këqija për fëmijën. Gjithashtu në shkolla brenda, është një problem tjetër më vete, ku të gjithë ka brenda dyqane, ku tregtojnë këto produkte, gjithashtu dhe fast foodet brenda. Pra fëmija nuk ushqehet me një ushqim të marrë nga shtëpia, por me 1.000 lekë, 2.000 lekë nga prindi. Kështu marrë nga apo merr bukë me vete ti në shkollë? Nuk është se praktikoj këtë shumë që marr bukë nga shtëpia ose blej sanduiç në shkollë ose patatina, hamburger qanë, po shikoj tek shkolla ime gjatë pushimit gjatë janë shumë, por shumë nxënës që drejtohen drejt sanduiçeve ose fast foodeve që janë afër shkollës. Janë shumë raste dhe shumë raste ka pas që kanë qenë të helmuar. Ajo po. Ti vetë mos më thuaj që ri pa mëngjes, se nuk më dhe përgjigje. Mëngjesin normalisht në shtëpi. Merr bukë nga shtëpia apo ha në shtëpi? Në shtëpi ha. Nuk është se merr. Mos merr me vete dhe ta ha në shoqë bukën, se kështu kemi pas bërë edhe në shkollë, edhe në 8 vjeçar dhe në gjimnaz hani bukën e njëri tjetrit. E konsumon, e ha bukën, se s'ka kuptim pastaj që ti je elegante vetëm se nuk ha. Apo jo? Unë them të ndalojmë pak të ndjekim një këngë dhe pastaj vazhdojmë. E mban mendën? Po, mos ki merak, e mbaj mendën. Më fali ta prova fjalën, na duhet një këngë tani, dhe Ledi që kur ka nga Amerika je dobësuar, Ledi, ka rënë disa kile. Sa atje në Amerikë, është apo jo kjo që ka sidomos shumë të rinj dhe shumë të reja? Porcionet shumë të mëdha. Pjata të mëdha, vjen pjata në restorant, është e tmerrshme, apo jo? Nuk e kuptoj. Po ato kanë edhe ato që hanë gjysmën dhe gjysmën e marrin me vete në shtëpi. Këtë e kemi dhe ne, po nuk e kemi pjatën e shumë të madhe. Po janë porcionet tmerrsisht të mëdha, si çdo gjë tjetër atje është pjatat shumë të mëdha, hanë punëtorët amerikanë rrezik kryesisht, ata që punojnë tër ditën e tër natën. Po të Ledi prandaj vendoset të kthehen në Tiranë. Prandaj u kthye nga racionet e mëdha. Mire bëra, ja u dëpse. Të fillojmë? Të fillojmë. Është një këngë që pa dashur përkon dhe me stinën e vjeshtës. Janë vyshk lulet e verës, nuk ka më jeshil, janë thanë qoshet pëgjerës, të mjerat në saksi, por kur gjethet e fundi, të bien për mbide, atëher kam me besu, se sa e pa besie. Tim ke braksis, moj nash, kjo shira ramjenjat e mija, se larg dashnis, moj nash, të linin zemër pa besia, ke me openua, por atëher ka me kënon, e të lotue, ka me tremend dashnia do. Kujtohet ty pramera me puthje plot pasion, se fjalët i merera, por zemra nuk harron, janë fjale, janë kujtime për moshën e rinis, e kur më merr mumalli i knojën dashuris. Tim ke braktis, moj nash, kjo shina ramjenjat e mija, se larg dashnis, moj nash, të linin zemër pa besia, ke me openua, por atëher ka me këndon, e tu i lotue, ka me tremend dashnia jo. Tim ke braktis, moj nash, t'kjo shina ramjenjat e mija, se larg dashnis, moj nash, të linin zemër pa besia, ke me openua,
e tu illo tue, ka me të rëmen dashnia jon. Faleminderit shumë bukur në fakt, tek të dëgjoja, kjo këngë ka lidhje edhe me dietat, edhe me dopsin, se thot tim ke braktisur edhe, ke me u pendue, mund tjetë ke me u dopsue. Ke me u dopsue, sepse në fakt, kur ka ndarje, ka edhe shoqërohen këto me dopsin përgjithsisht, mund tjetë dhe kundërta, ose doktor Arqileja dikur thoshte që pse i bënit këto dieta, kush do të dopsohet të bjerë në dashuri. Domethënë, të dhëronin dashuri, mirë po, hajtë të bjesh në dashuri, se është edhe kjo ka qelet, apo jo? Kështu që në çdo rast e komplikuar është. Jo dhe kjo varet. Unë doja të shtoja fajtikisht me check-upet tek ushqimi, dhe po thoshe te ushqimi dikur që mini me vete. Dhe mua më kujtua ushqimi, kur mini, mia gjithmonë ushqim shumë, sepse prindit e mi kishin restorant, edhe ndjesia, kënaqësia e marrjes ushqimit në klasë ishte se bashkëndaja me të tjerët. Pra me pak fjalë, minja, dhe pa të pak bukë që kisha, ideja ishte ta bashkëndajmë. Ideja është të ngrënit, nuk është vetëm të ngrënit, sepse sot fatikisht kemi filluar ta kthejmë të ngrënit si një lloj mbushje. Kam një boshllëk, kam një stomak bosh, por në fakt stomaku është shumë kulturor, që do të them që të ngrënit është një ndjesi bashkë, të ngrënit është një ndjesi të ulur në tavolinë. Pra, sot me që ka pak më parë Amerika, një shoqja ime amerikane thoshte, shiko, në familjen time unë nuk di kur të kem ngrënë buk me mamin tim dhe motrën e vetë, sepse vetëm kjo ishte familja e saj. Por, se cili nga ne ha kushdo menyn e vetë. Pra, unë ha që kam qef, jo çfarë duhet ham të gjithë, pra ka një darkë, gatuhet një darkë, dhe sepse është ideja, në qofse nga atje ka ardhur ky fast foodi, ky ushqimi fast food, unë do thosha që ne kemi disa vlera tona mediterane, kemi ca ushqime, ca aromra që ne duhet t'i vëmë më shumë në pas, sepse faktikisht janë aq shumë të mira si ulliri, erzat, dhe kjo kultura e të ngrënit është shumë e mirë për fëmijën. Do thosha sepse të ngrënit bashk mundson që nuk hahet pastaj po më ha diçka më vonë, pastaj pra ngelesh duke ngrënë, po ha duke ngrënë me vakte. Nuk llogarit të ngrënit dhe thonë që është një mënyrë e mirë për dopsim dhe kur mban mend se çfarë ke ngrënë kur mban një ditar i dopsimit që thon tani ne nuk kemi kaq tarim, s'kemi kaq vullnet edhe kot mban ditar, po e kanë fjalën të ngrënit bashkë kur mblidhen njerëzit, domethënë është si një lloj, është një rit i cili të jep vlerë atij momenti ushqimit të drekës apo të darkës dhe pastaj se ke mendjen apo jo, më që të je më kontrolluar. Unë do thosha që është një moment ku faktikisht kontrolli është aty, por në fakt është më shumë ana sociale, pra flitet. Në vakti i ngrënjes, edhe pse thuhet s'duhet flasësh apo kur ha buk, unë do thosha është një moment ku prindi kontrollon në mënyrën se si fëmija ha. Por do thosha këtë gjë që mua më ka rastisur me një prind i cili kur më vjen më konsulton, më thot, unë nuk mund ta besoj që fëmija im nuk ha. Po ky është paradoksi i sotshëm, timim. Pra, nëse dikur prindrit tan, do thosh gjyshrit tan, kanë provuar ndjesinë e urisë, ne sot jemi brezi, ku faktikisht refuzojnë, pra fëmijët e sotshëm, refuzojnë të hanë. Pra refuzojnë dhe nuk duan të hanë, dhe ka raste që mund ta zgjasin edhe për një periudhë, pra të rrinë vetëm me një kivi, apo të rrinë me një vezë, apo të rrinë me diçka, për një periudhë një mujore, pra çdo ditë hanë vetëm kaq pak. Kështu që do thosha, po, është e mundur dhe kjo është shumë e rrezikshme. Po pikërisht unë rekomandoj, është shumë e rëndësishme këto vakte familjare, Bukur janë, po nuk janë oraret në shkolla, në punë të ndryshme dhe ndoshta nuk arrin dot të hanë bashkë. E kuptoj që mund të jenë këto, por mund të jetë një vakt. Një vakt duhet të jetë në timin bashkë. Mirë është, në fakt, unë jam shumë kurioztare të di, një ditë tënden si ushqiesh, domethënë, ha në shtëpi, çfarë ha? Le të kemi një tash ti e ke genetike këtë, dopsin, po, elegancën. Për shembull, në mëngjes përgjithsisht ha tost. Një. Ai tosti? Jo, nuk është keq. Nuk është keq. Vazhdojmë në drejt. Gjatë Po pushimit një, domethënë 2 feta apo? Një. Gjatë pushimit gjatë shkollë biskota, vogël. Në drejt biskota pa shumë sheqer apo biskota krakës janë tjetër? Vazhdojmë. Në drek natyrisht gjellën e mamit, ushqimi që ka përgatitur, dhe në darkë ndonjë sallatë ose ndonjë frut. Si duket kështu, në qoftë se e përditshmja është kështu duhet jetë apo jo?
Mos më thuaj që ndonjë darkë gripa ngrënë ose kështu, jo, se ato nuk shkojnë. Jo, unë mendoj që goca është e re, ka një metabolizëm të rregullt dhe për momentin nuk ka, ndoshta edhe aktiviteti fizik që ajo bën, përkon me sasinë e kalorive që merr. Do isha pak skepticioze nëse do arrinte goca pas një moshe 25-30 vjeçare të mbante këtë peshë. Nuk jam shumë e bindur me mënyrën se si ushqehet. Domethënë, nëse se çdo ditë mëngjesi është ai tosti i pa alternuar, që do thotë që mund të ketë ditë që mund të konsumoj qumësht me tërshër, që do ishte shumë e mirë për fibra që ajo përmban, qumështi absolutisht shumë i mirë për kockat, do ishte një ditë tjetër pak bukë me marmeladë, reçeli, fiku, një copë djathtë do ishte i shkëlqyer. Të ishte i alternuar, nuk jam gjithmonë dakord të ishte, megjithëse ndoshta më dhe mënyrë e njashme të ushqyerit. Pikërisht. Është e vërtet që mirë është, sepse kemi dëgjuar lloj-lloj, gjitha ato informacione për dobësinë. Është e vërtet që duhen ngrënë të gjitha po nga pak? Po, absolutisht po. Trupi ka nevojë për të gjithë elementet përbërës të organizmit, karbohidratet, yndyrnat, vitaminat, mineralet, kriprat, gjithçka çfarë është e nevojshme për organizmin. E rëndësishme është të shmangësh sasitë e tepërta kalorike. Dhe akoma më e rëndësishme është shoqërimi me një aktivitet fizik. Ajo është kryesorja. Në qoftë se ti nuk do bësh, sot rastësisht po lexoja në një vend ku jep një krahasim shumë i thjeshtë dhe shumë i saktë për të gjithë. Në qoftë se ti arrin të vaj ullirit është i shkëlqyer dhe shumë i rekomandueshëm për të gjithë. Po a dini sa minuta i duhet organizmit për ta tretur atë vaj ullirit? Një lugë vaj ulliri i duhen 80 minuta organizmit për ta tretur. Që do me thënë? Që do thotë që ai është vërtet i shkëlqyer për acidin yndyror që ai përmban, por do gariteni duke futur produktet e tjera. Sa kohë duhen organizmit për t'i tretur, për t'i përpunuar dhe që trupi të mos marrë kilet e tepërta. Pra, duhet të jemi në kontrollin e sasia shumë e rëndësishme. Ose gjëja më e mirë që ti mund të konsumosh normal ushqim, por duhet ta shoqërosh me një aktivitet fizik. Ato 10.000 metër e famshëm, 10.000 hapet e famshëm që duhen çdo ditë, në mos 10.000, 8, 9, diçka më tepër, gjysmore, një orë ecje shpejt do ishte e mrekullueshme për organizmin. Në mëngjes zakonisht në kamp. Në kamp. Zakonisht, se në rastet ralla, me autobus, me makinë? Me autobus. Pra të ecurit në këmbë lëvizja është shumë e mirë. Ndërkohë, është e vërtet që të ngrënit jashtë në restorante është gjithmonë është rrezik për shëndetin, sepse duke ngrënë jashtë ajo që servirët, kuzhinierët sidomos të restoranteve gatuajnë ushqime të mbushura me salca të mrekullueshme në shije, por që shumë të rënda dhe që i shtojnë kaloritë të tepërta. Dhe një gjë tjetër, na duke edhe dikur, po dhe sot kur thresim miq shumë që për drek ose për darkë, për një vakë, për të ngrënë së bashku, duket sikur duhesh tavolina mbushur plot, me shumë ushqime, me të parë, me të dytë, me të tretë, ku di unë, edhe ajo tregon mirëqenie dhe mikpritje tjera. Tani ka raste, ka njerëz që nuk duan shumë lloj, domethënë nuk shijojnë duke ngrënë edhe këtë, nuk shijojnë dot një ushqim, përpos që ndjen shumë keq dhe me një organizëm me barkun të fryrë etj. Dua të them që sigurisht ka një studim të veçantë dhe ka rëndësi kjo se ky ushqim shkon me këtë gjë. Pra ka një kombinimet ushqimore, patjetër, i cili duhet patur parasysh. Patjetër. Në qoftë se në një vakt ti mund të konsumosh karbohidrate, një vakt tjetër duhet të jetë me proteina, jo të kombinohen të keq kombinohen. Është e rëndësishme që frutat dhe perimet të mos ndahen nga tavolina, rreth 5 fruta dhe perime të ndryshme në ditë. Gjithashtu në qoftë se ti konsumon... Sa fruta në ditë për shembull të bëjnë mirë? Ose duhet? Është e këshillueshme, nga gjithë dietologët është e këshillueshme 3 fruta të ndryshme në ditë. 3? Por që sasia e tyre të jetë jo më e madhe se 120 gram. Po ajo që ne mbasi ham drekën ose darkën, ham fruta pastaj, ose ëmbëlsirë. Me 1 kilogram, 2 kilogram, jo është e tepërt. Nuk shkon. Nëse do të mbash, jo, absolutisht. Nëse do të mbash një trup në formë, nuk mundesh ti të konsumosh 2 kg mandarina apo portokalle apo 3 kokra mollë. E rëndësishme është të bësh një sallatë frutash ndoshta, por sasia të jetë më e madhe se një kupë. Kjo është sasia. Për të dobësuar ose për të mbajtur trupin në formë, se kjo për dobësuar është një çike rëndë, mirë është mos shkojmë deri aty, domethënë mos vi puna që duhet patjetër të mbajmë një dietë.
çfarë duhet kesh? Domethënë duhet kesh motiv patjetër, siç e the edhe në fillim Klodiana the ka njerëz që do psohen për teatrin, për t'ju ndonjë rroba të mirë, për sfilata, për profesione të tjerë. Pra, duhet kesh një motiv, duhet kesh vullnet, karakter, çfarë aftësie duhet kesh që të mbash një formë fizike? Atëherë, unë me thënë drejtën, është më shumë do dal nga profesioni im, se do fokusoj më shumë tek njohurit. Unë nuk njoh të afërt mi që të kenë bajt një dietë dhe të ketë funksionuar dieta. Unë nuk njoh, mund të kenë rënë 2-3 kg, 4, po pastaj kanë rimar prap. Dhe kjo është harohet thuhet gjithmonë që faktikisht është më mirë të dobësohesh pak dhe vazhdimisht, se sa faktikisht të bësh të biesh të dobësohesh me dieta të forta. Pra, unë e shikoj problematike, për shembull kur dëgjoj që dikush është dobësuar brenda një viti ka rënë 10 kg, 15 kg. Unë do thosha ka rënë 10 kg, 15 kg, po sa i duhet trupit të tij. Dhe ne mendojmë për momentin, pra ne shikojmë trupin si një e shikojmë si një formë e cila merr formën që ne kërkojmë, por harrojmë që faktikisht ky trup mbas një periudhe 5 vjeçare, 10 vjeçare, në momente kur ne do kemi një dobësim, do kemi një sëmundje, do kalojmë një grip, atëherë ky do jetë shumë i ndjeshëm, pikërisht sepse mënyra se si ne kemi abuzuar me të, pra mënyra se si ne në momentin, pra dua ta theksoj në moshën se dihet faktikisht, adoleshenca është mosha ku kemi zhvillimin më të madh. Kemi zhvillim gjatë gjithë, deri moshën 25-35 vazhdon zhvillimi, por në ritme më të ngadalta. Por do thosha që zhvillimi, një argument që ne përdorim në fushën tonë është që i themi në momentin që ti dalon mos hash, kockat tënde nuk zhvillohen. Pra, ti ke dëshirë të jesh elegante, ti jesh por puna është se në momentin që ti e frenon veten duke mos marrë vlerat ushqimore të mjaftueshme, atëherë ti po rrezikon në këtë formë. Kështu që do thosha që po, a duhet për dietat vullnet? Mendoj se po, duhet vullnet dhe duhet të jesh shumë i qartë me objektivat, por nuk duhet ta shikosh thjesht vetëm dietën të ndarë, duhet ta shikosh dietën në raport me ushqimet që ke qef, sepse kam dëgjuar për shumë miq të mi që kanë ngrënë mish, për shembull kanë ngrënë qofte një javë të tërë për të nevojritur veten, pastaj kanë ngrënë nuk e di një ushqim tjetër, pra kanë ngrënë vetëm një ushqim për ta nevojritur. Po unë do thosha që luhet dhe harrojnë me luaj me trupin e tyre, pra luhet me disa dieta kaq të forta që faktikisht krijojnë ca neveri në vetvete, edhe neveri ushqimesh dhe neveri aromrash, që faktikisht mund të kenë shumë pasoja në mënyrën se si ti ke raport